nga UBT drejt garës ndërkombëtare të robotikës First Global Challenge. Le të shohim se çka po na prezantojnë ata. Gara First Global Challenge është një garë ndërkombëtare e robotikës e cila organizohet çdo vit në një shtet të ndryshëm me një tematikë të ndryshme. UBT-ja tashmë prej 2017-s e kemi marrë si përgjegjësi për me përfaqësu Kosovën në mënyrën sa më të mirë në këtë garë, edhe kemi marrë pjesë në shtete të ndryshme, si në Washington DC, kemi qenë në Greqi, në Singapur e kështu me radhë. Gjithashtu kemi fitu edhe medalje të arta. Medaljen e artë e kemi fitu në Gjenevë, ndërsa medaljen e argjend e kemi fitu në Dubai. Edhe këtë vit do të mbahet në Panama këtë garë, edhe me tematikën e biodiversitetit. Pjesëmarrja e Kosovës ka korë shumë sukses në këtë garë, jo vetëm ka aspekti i medaljeve, mirë po me të vërtetë është një garë e cila i aftëson të rritë në aspektin e robotikës, programimit, teknologjisë në përgjithësi, mirë po edhe i rrjedhon ata me të rinjtë e shteteve tjera. Na kemi pas mundësinë me dalë në radio-televizionin kombëtar të Greqisë, për shembull, si pasojë e kësaj gare, e gjithashtu krijojmë rrjete me shumë shtete të ndryshme, e shtete edhe të cilat politikisht nuk na njohin si Kosovë. Kështu që si impakt e ka vërtet një impakt shumë të madh kjo garë. Të rinjt cilët do të marrin pjesë këtë vit janë Ardi Krosa, Amar Rama, Leona Hajrizi dhe Marta Çerkini, edhe do të punojnë domethënë çdo ditë edhe po vazhdojmë prej verës që me përfaqësu Kosovën në mënyrë sa më të mirë dhe sa më dinjitoze në Panama. Robotin cilin jemi duke ndërtu kërkon aftësi në pjesën e robotikës, në pjesën mekanike, elektronike, mirë po edhe në pjesën e programimit. Normal që roboti nuk e ofron një zgjidhje reale rreth problemit biodiversitetit, mirë po e ofron një zgjidhje të simulume. Kjo është arsyeja për shkak që trit njëherë le të marrin bazat e shkencës teknologjisë edhe thjesht le ta krijojnë një bazament ku ata me projektet që i krijojnë të ardhmen pas studimeve të arrijnë të fokusohen në këtyre lloje projektesh edhe të ofrojnë zgjidhje reale. Mirë po gjatë këtij rrugtimi këta kanë pasur edhe mundësi të fillimtojnë edhe zgjidhje reale edhe të vinë me një zgjidhje rreth problemit të monitorimit të shtazve edhe të biodiversitetit ndryshëm, për shembull me punimet e dronave e kështu me radhë.